Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq në kuadër të emisionit të zgjedhjet e jashtëzakonshme 2025. Sonte kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me doktoreshën epidemiologe Dafina Gegja Bunjaku, e cila kandidon si deputete në kuadër të lëvizjes vetëvendosje. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se ju gjej dhe ju faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithmonë të jem në studiot e televizionit Syri. Faleminderit shumë. Gjithmonë kur kemi para vetës listat e kandidatëve, gratë janë ato të cilat zgjedhin në një farë forme vëmendjen ta shikojnë tek kandidatet gra. Vlerësoni se pjesëmarrja grave në proceset vendimarrëse gjithnjë më shumë e rëndësishme për shtetëndërtimin tonë? Në listën e kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje garojnë 39 gra. Në mesin e këtyre grave garoj edhe unë, ku e mbaj numrin 46 në këtë listë dhe ka një përfaqësim nga të gjitha profesionet, nga të gjitha shtresat shoqërore, që nga ato me nivel të lartë të shkollimit të doktoratës e deri te ato të cilat punojnë me popullatën në komunitet. Roli gruas në politik është jetik, me qenë se ne edhe përfaqësojmë gjysmën e popullatës, dhe është mirë që edhe në Kuvendin e Kosovës të jemi të përfaqësuar ashtu sikurse popullsia jonë, në mënyrë që edhe zëri ynë të dëgjohet, por veç kësaj, tashmë veç është dëshmuar që gratë edhe shumë më pak korruptohen, janë shumë të vendosura, janë shumë më kursimtare në kuptimin edhe të buxhetit apo mirë shfrytëzimit të buxhetit të vendit dhe ofrimit të mirave, më të mirës publike për të gjithë qytetarët e vendit tonë. Po, faleminderit. Gjithmonë bëjmë përpjekje që të marrim ato më të mirat e mundshme të kandidatëve kur i kemi në intervista, por gjithmonë koha na limiton në disa rrethana. Ju me që i takoni fushës së shëndetësisë, besoj që shikuesit vëmendjen nga ju e presin edhe në fushën e shëndetësisë. Cila do të jenë ato prioritetet që ju pretendoni ti qitni para Kuvendit të Kosovës nëse do të jeni kandidate ose do të merrni postin e deputetës? Plan programi qeverisës dhe zotimet e lëvizjes vetëvendosje për mandatin 4 vjeçar janë të ndërtuara në 2 shtylla, në siguri dhe në begati. Siguria sigurisht që ofron një zhvillim, ndërsa begatia ofron një dignitet për qytetarët tonë. Kur flasim tek fusha ime, edhe profesionale, edhe asaj që kam ushtruar në mandatin e qeverisë Kurti 2 si zëvendës ministre e shëndetësisë, sigurisht që e ka parasysh bën pjesë edhe tek pjesa e sigurisë, sepse siguria shëndetësore është shumë e rëndësishme. Ne kemi punuar edhe për gjatë këtij mandati shumë që të kemi një siguri shëndetësore, edhe pse na është dashur shumë punë ndonjëherë të niset nga zeroja apo edhe të bëhen përmirësime të punëve të mëhershme dhe kanë marrë kohë, por gjitha këto për të siguruar institucione të besueshme shëndetësore, të kemi profesionistë shëndetësor të trajtuar dinjitetshëm edhe të kemi një kënaqësi tek qytetarët qoftë si pacient, por edhe si qytetar të vendit. Në zotimet tona për 4 vjeçarin e ardhshëm kemi veç atyre të cilat i përmenda dhe do të vazhdojnë këto punë të mira, e kemi edhe check-upin total që quhet apo ndryshe si kontrolla të përgjithshme të secilit qytetar. Që në vitin e parë të mandatit tonë do të hartojmë planin për mbi kontrollin dhe mbikëqyrjen e qytetarëve të vendit tonë, në mënyrë që të parandalojmë fillimisht, por edhe të diagnostikojmë e detektojmë sa më herët sëmundjet në mënyrë që trajtimi dhe kujdesi tyre të ofrohet me kohë. Pra, me fjalë të tjera është nga ato analizat laboratorike bazike që bëhen, e deri te ekzaminimet e tjera, siç janë për gra ku veç edhe ofrohet mamografia dhe pap testi, do të thonë te parandalimi
por edhe të detektimi I hershëm I këtyre sëmundjeve, ndërsa për burrat edhe të llojet e tjera të kancereve, siç është kanceri I mushkrive dhe kanceri I zorrës së trashë. Por sigurisht edhe tek fëmijët I kemi edhe tek foshnjat e porsalindura, ku tashmë vetë kemi filluar me disa teste që quhen pakoja neonatale, që fëmijët sa më herët I zbulojmë sëmundjet. Pra ky do të jetë një risi, një program I cili do të ndikoj jo vetëm në rritjen e jetëgjatësisë, po të kemi një jetëgjatësi të shëndetshme, sepse sa më herët trajtohen sëmundjet dhe parandalohen, ato sigurisht qytetarët gëzojnë shëndet më të mirë. Një gjë më rëndësi tjetër në zotimet tona është edhe decentralizimi I shërbimeve shëndetësore nga kujdesi tretësor, pra në qendrën klinike universitare të cilat ofrohen, që të decentralizohen në spitalet e përgjithshme. Ne në këtë mandat kemi filluar në disa shërbime në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit, por në këtë mandat parashihet që në të gjitha spitalet të fillohet me shpërndarjen e terapisë, të kemioterapisë dhe terapisë onkologjike në spitalet e përgjithshme në mënyrë që qytetarët të kursehen jo vetëm nga mundi fizik e ardhja deri në Prishtinë, por sigurisht edhe nga barra financiare të cilën e kanë. Një çështje tjetër shumë e rëndësishme që janë sigurimet shëndetësore. Këto do doja dilja se është një kërkesë e vazhdueshme e sektorit publik, sigurimet shëndetësore, një proces I nisur prej vitesh, por periudhë pas periudhe mbeti pa u realizuar. Po, si qeverisje, ne çka kemi bërë në aspektin legjislativ është që ligjin për sigurime shëndetësore e kemi miratuar vitin e kaluar në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ai ligj fatkeqësisht është në sirtaret e gjykatës kushtetuese. Mirë, po kjo fare nuk na ka penguar që ne t'i bëjmë investimet e duhura, si në infrastrukturë, si në pajisje dhe aparatura, por edhe në trajnimin e profesionistëve tonë shëndetësor për rritjen jo vetëm të gamës së shërbimeve shëndetësore, por edhe rritjes së cilësisë së tyre. Pra nuk mund të kemi sigurime shëndetësore në qoftë se nuk I kemi kushtet e duhura apo kushtet bazike për ofrimin e këtyre shërbimeve për qytetarët. Dhe njëkohësisht ne do të punojmë në përfundimin e sistemit të informimit shëndetësor, e cili po ashtu është në kuadër të marrëveshjes së cilën e kemi, të financohet nga marrëveshja me Bankën Botërore, e cila akoma nuk është votuar në mandatën e kaluar në Kuvendin e Kosovës, pra është refuzuar nga opozita që të votohet, dhe me këto investime ne gjatë këtij mandati, do të përfundojmë këto punë dhe gjatë këtij mandati do të mund të fillojmë edhe me sigurimet shëndetësore, me zbatimin e plot të sigurimeve shëndetësore. Patëm një fushat jo shumë të gjatë, sa vlerësoni si ishte mjaftueshme për të promovuar apo për të plasuar gjitha ato që lëvizja vetëvendosje I ka vendosur në programin e saj 4 vjeçarin e ardhshëm? Ky vit zgjedhor, pra viti 2025, ishte një vit me 4 palë zgjedhje. Zgjedhjet e 9 shkurtit, zgjedhjet lokale të cilat u mbajtën gjatë muajit tetor dhe nëntor, përfshirë balotazhin, dhe këto zgjedhje të cilat tash janë të jashtëzakonshme. Këto zgjedhje nuk kanë bërë me dëshirën tonë, jam e sigurt që edhe qytetarët nuk është që mirë presin që gjatë një viti 4 herë të shkojnë të kutitë e votimit, mirë po ishte refuzimi I vazhdueshëm I opozitës për të krijuar institucionet dhe të bashkohet në koalicion me lëvizjen vetëvendosje për të ecur përpara. Dhe ligji për zgjedhje e përcakton që kur kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, fushata zgjedhore të jetë më shkurt dhe jo sikurse ajo që ishte gjatë në zgjedhjet e shkurtit që zgjat një muaj. Kjo ishte më shkurt. Ne për gjatë kësaj periudhe të fushatës zgjedhore kemi bërë përpjekje të shumta të arrijmë tek secili qytetar, qoftë në shtëpitë e tyre, në rrugë, përmes tubimeve të ndryshme, të vogla, të mëdha, në fshatra, në lagje, që t'i përcjellim
edhe punët të cilat i kemi bërë gjatë këtij mandati, por edhe zotimet tona të cilat i kemi për gjatë mandatit të ardhshëm 4 vjeçar. Mendoj që secili qytetar e ka ndier dorën e qeverisë gjatë mandatit të kaluar, qoftë që nga fëmijët e përsalindur, nga nënat lehona, pensionistët, studentët, domethënë tash në qoftë se flasim për fëmijët dhe nënat dhe për studentët, ata për herë të parë edhe kanë marrë përkrahjen nga buxheti i shtetit, të cilat i kemi filluar një herë me vlera më të ulta, në qoftë se flasim për shembull për shtesat për fëmijë, që kemi filluar me 10 euro, janë rritë në 20 euro, sot i kemi me 30 dhe 45 euro, dhe në mandatin e ardhshëm këto do të kemi 2 fishim apo rritje 100% të tyre në 60 dhe 90 euro. Po ashtu e kemi rritur edhe pagën minimale, dhe një gjë shumë e rëndësishme është që në vitin 2026, në mandatin e ardhshëm, pra, paga minimale do të jetë për 500 euro, dhe tjetër është që ne, me që jemi edhe në Gjakove, po flasim këtu, kemi jeshtë vend edhe i penës, por edhe i pushkës kur duhet, të veteranët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës kanë qenë të privuar qoftë nga puna apo nga beneficioni për kontributin që kanë dhënë. Dhe ndër 5 vendimet e para që do të marrë qeveria është edhe ndryshimi i ligjit për veteranët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, të cilët do të gëzojnë edhe beneficioni, por do t'ju lejohet që ata të punojnë, me qenë se ata janë të aftë për punë dhe nuk do të privohen apo të detyrohen të punojnë në të zezë, që themi ne. Pra, këto të gjitha pikat e programit edhe vetë qytetarët ndonjëherë i kanë ditë edhe para nesh dhe na kanë rikujtuar për punët e mira që i kemi bërë, por do të vazhdojmë edhe me punët e tjera të mira gjatë këtij mandati. Duke qenë vetë në sektorin e shëndetësisë dhe duke i parë nga afër edhe problematikat, madje këto të fundit, ikjet e mjekëve edhe infermierëve, duket sikur do të duhej të keni strategji shtesë për të ndaluar ikjen e mjekëve edhe të infermierëve. Të paktën nëse shfleton në internet sheh pafund kompani nga jashtë të cilët kërkojnë infermier, qoftë me shkollim të mesëm, qoftë me shkollim bachelor, që ndoshta në një afat shumë të shkurtër edhe mund ta penalizoj shëndetësinë tonë. Sigurisht që në fillim të mandatit të kaluar ne kemi pas parasysh, sepse gjithmonë bazohemi në evidencat të cilat i kemi, e kemi pas parasysh edhe frenimin ikjes së profesionistëve tonë shëndetësor. Ky fillimisht du t'ju them se është një trend, sidomos në Evropë, ka lëvizje të mëdha të profesionistëve, mirë po për ne në Kosovë sigurisht se secili mjek apo infermier që na ik nga Kosova është shqetësuese dhe brengose shumë për ne. Këtë së pari e kemi bërë përmes ligjit të pagave, ku një fokus i veçantë ka qenë tek profesionistët shëndetësor e në veçanti te mjekët specialist, ku rritja e pagës është bërë në 91%, do të flasim për shkurtin e vitit 2022, po pastaj është rritur edhe pagesa për kujdestaritë, sidomos gjatë vikendeve ku kemi një kujdestari për 285 euro. Do të thonë në total një mjek specialist gjatë muajit mund të marrë deri në 2000 euro pagë. Tjetër mas që kemi ndërmarrë përmes kornizës ligjore është që mjekët të cilët punojnë në institucione publike, pra jo edhe në ato private, por vetëm në ato publike, ata e marrin edhe një shtesë tjetër për këtë kontribut të tyre në sistemin publik shëndetësor. E di që ka pas edhe vazhdon të ketë shumë zhurmë, qoftë në për portalet të ndryshme, që kemi ikje të mjekëve, të dhënat neve na flasin, të cilat i marrim nga Oda e Mjekëve të Kosovës, është që në vitin 2023 ka qenë piku i ikjes së mjekëve. Ndërsa për këtë vit që po flasim, deri sot, domethënë ne kemi pas diku për 180 mjekë që kanë ikë apo kanë kërkuar lejen për të shkuar jashtë vendit për të punuar. Dhe deri sot i kemi 90, domethënë kemi rënë në një shifër, në një numër dyshifror, ndërsa
Një politik tjetër të cilin e kemi hartuar gjatë këtij mandati është edhe lehtësimi i procedurave të licencimit të profesionistëve të cilët duan të kthehen në Kosovë. Dhe prapë ju flas që deri sot, në vitin 2025, ne i kemi 191 mjek të cilët kanë aplikuar dhe janë miratuar kërkesat e tyre për të punuar për rikthim. Gjatë këtij muaji kemi pas 3 kërkesa nga mjek specialistë të cilët punojnë 2 në Gjermani dhe 1 në Austri, të cilët kanë kërkuar edhe takime fizike në ministri e në kryeministri për të shprehur vullnetin e tyre për të kthyer. Pra, gjitha këto mosa që nga paga e dinjitetshme e deri të kushtet e punës i kemi ndërmarrë që mjekët tanë të mos na ikin. Gjithashtu dhe përmes fakultetit të mjekësisë, aty ku fillon edukimi bazik për shëndetësi, në vitin e ardhshëm do të rritet numri i studentëve që do të pranohen në fakultetin e mjekësisë. Pra këto janë ato mosat e përgjithshme si qeverinë në të gjitha dikasteret që i kemi ndërmarrë për frenimin e kësaj ikje. Pavarësisht që ju jetoni në Prishtinë, rënjët i keni me Gjakovën, edhe janë qytetarët, votuesit e së dielës, ata të cilët presin më shumë nga kandidatët që janë nga Gjakova. Çfarë do të mund t'ju premtoni qytetarëve tanë se do ta keni një nismë të parë që do të përfitojnë vetëm qytetarët e Gjakovës? Nismat për Gjakovën në veçanti, i ka thënë edhe kryeministri në tubimin e madh të cilin u mbajt në Gjakovë, por do t'i ripërsëris prapë, thash që e para është te siguria, ku në Gjakovë vetëm ekziston poligoni stërvitës në Babaj të Bokës, por në këtë mandat do të ndërtohet edhe fabrika municioneve në Jahac të komunës së Gjakovës. Pra, kjo është që do të ketë ndikim edhe në rritjen ekonomike të qytetarëve të Gjakovës. Tjetra është, jemi mësuar që Gjakovën shumë shpesh e themi që është zorçore e Kosovës, përkundër që Kosova është e vogël, por me fillimin e ndërtimit të hekurudhës, e cila do të lidh portin e Durrësit me portin e Thatë, do të ndërtohet edhe rruga Gjakov-Shkodër. Do të hapë dhe nuk do të jemi më zorçore, por do të jetë e hapur jo vetëm si rrugë për zhvillim ekonomik, por edhe për lidhjen e afërt të cilat i kanë 2 qytetet Gjakova e Shkodra, si nga aspekti i dijes, atë dhe dashurisë, kulturës, artit dhe shumë gjërave tjera të cilat na lidhin këto 2 qytete. Investimet e tjera do të ketë edhe në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës, ku vetëm dje janë sjellë edhe disa karrige, sepse din çfarë gjendje ka qenë qendra e hemodializës në Gjakovë, janë sjellë disa karrige për pacientët tonë që gjatë periudhës sa të qëndrojnë aty të jenë rehat, por edhe do të bëhen edhe renovimet e kësaj hapësire, por edhe të hapësirave të tjera. Për shëndetësinë, nëse gjatë mandatit të kaluar e patëm që të rinovojmë dhe të funksionalizojmë klinikat, që i thoshim klinik pas klinike, në mandatin e ardhshëm do të vazhdojmë spital pas spitali dhe sigurisht që edhe si qytetare e Gjakovës, edhe si përfaqësuese në Kuvendin e Kosovës do të jem e zëshme dhe të punoj shumë që spitali i Gjakovës të rikthehet në një fillimisht ndërtesë të këndshme për të shkuar qytetarët, por edhe për shërbimet, ajo që është më e rëndësishmja, shërbimet që të jenë sa më cilësore dhe të zgjerohet shërbimet tjera. Pra, këto janë sigurisht edhe pjesa tjetër është që edhe Universiteti i Gjakovës, po ashtu dhe Spitali i Gjakovës nuk shërben vetëm për komunën tonë, por shërben edhe në atë që thash më herët, atë dhe dashurinë, ku edhe nga malësia e Gjakovës e hasi vinë edhe shkollohen, por edhe trajtohen në Gjakovë. Për fund, pse duhet votuar shikuesit tanë që po na ndjekin, votuesit tjerë, numrin që ju bartni në vete në këto zgjedhje? E para e bëj ftesë të gjithë qytetarëve që të dalin sa më shumë në zgjedhje, të dielen me 28 dhjetor, të japin votën e tyre për 4 vitet e ardhshme,
të japin votën në mënyrë sa më të madhe dhe masive për lëvizjen vetëvendosje për numrin 116, në mënyrë që t'i krijojmë institucionet, t'i vazhdojmë këto punë të mira të cilat i kemi bërë dhe ato të cilat zotohemi se do t'i bëjmë në 4 vjeçarin e ardhshëm. Unë si një profesioniste shëndetësore, si pjesë e kabinetit qeveritar, ju ftoj që të votoni për zhvillimin e një shëndetësie publike të afërt, për një trajtim të dinjitetshëm të vajzave dhe grave, dhe në veçanti edhe grupeve më të ndjeshme, të cenueshme të shoqërisë sonë. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit. Ishte kjo tëra sa i përket kandidatës për deputetën nga Lëvizja Vetëvendosje, doktoreshën Dafina Gegja Bunjaku. Mirupafshim.